Mirë, i themi live në nxjerrjen e rezultateve të sondazhit tonë javor, sigurisht ajo që ndodhi në kuvent me përplasjen, luftën demokratike, si e quhen Beko, midis pushtetit legislativ dhe atij të drejtësisë, ishte ngjarje kryesore, por padyshim pati dhe deklarime të tjera. Një prej tyre ishte ai i kryeministit Rama, i cili tha në bllokimin e portit të ri pra tregtar të Porto Romanos kanë vepruar forca antishqiptare ose forca që nuk kanë interesat e tyre. Natyrisht ngjarja e Gërdesit, 18 vjetori Gërdesit është një nga temat për cilat gjithashtu janë përgjigjur shqiptarët tek sondazhe organizuar nga Zalosha. Po kalojmë direkt tek pyetja që lidhet me Porto Romano. Rama thotë se forca që nuk e duan Shqipërinë, si dhe forca të tjera me interesat vetat, po mbengojnë ndërtimin e portit të ri në Porto Romano. Cilat janë këto forca? Sipas jush, 40.5% tonë është Rusia, 35.1% tonë është Greqia, 3.7% tonë Italia, tjetër tonë 20.7%. Shumë interesant, Zalosha, me që ti je marrë dhe me këto çështjet e portave. Në fakt... Nuk ka surpriza? Nuk ka surpriza, edhe tani pavarësisht se Rama nuk përdori emra konkret, por paka shumë njerëzit edhe kanë jetuar, kanë shkuar në Greqi, kanë njerëzit e tyre të afërt në Greqi, dinë që për shembull në Selanik dihet është një rus, pronari i kompanisë si portit, pra që është rus, ka dhe një klub futbolli është me emër me fjalë. Dihet që Selaniku është një port i madh i cili furnizon Maqedoninë, Serbinë e sipër pastaj. Po mos harrojmë që është afër detit Zi, pra është Rusia afër. Dhe mos harrojmë edhe këtë gjë që gjatë kohës që Greqia bllokoi portin e Selanikut për furnizuar Maqedoninë, rrugët tona, sidomos rruga Elbasan-Qafan, nuk kaloi dot se ishin kamionët e Maqedonisë që vinin merrnin mallrat e tyre në portin e Durrësit. Pra, nuk do në një... Dhe dihet që korridori 8 kalon aty kalon. Pra, nuk është se do në një njohuri shumë të madhe strategjike për të kuptuar që rusët dhe grekët janë Rusia dhe Greqia mund të jenë dy shtetet që janë më pak të interesuara për një port të madh në Durrës, pra në Porto Romano, i cili nëpërmjet korridorit 8 mund të lidhë dhe mund të bëhet një konkurrent për 15-20 vjet mund të bëhet konkurrent për Selanikun, por në afatet larta një shekullore, se portet ku ndërtohen mendohet për një shekull, jo për 10 vjet, 20 vjet, mund të bëhet edhe një konkurrent i Pireut, që është porti më i madh në Greqi. Dhe që dihet që sot është në pronësinë e kinezëve. Dhe është 76% pronësi e kinezëve, siç është Selaniku, 75% në pronësi të një pronari rus që ka qenë madje oligark rus, i cili madje ka qenë edhe antar i Dumës Rusisë, parlamentit rus. Thjesht ku duhet bërë saktësimi nëse i qëndrojmë kësaj analize, ku tek Rusia është ajo pjesa e parë e fjalisë e Edi Ramës, janë forca që nuk e duan Shqipërinë, kurse tek Greqia janë forca të cilat edhe pjesa e dytë është e fjalit e Ramës, që thotë futet e pra, forca që nuk janë futet për interesat e veta tregtare. Kanë interesat e veta tregtare. Lami? Përtej sondazhit i cili ka rëndësi, patjetër, se ne këtu prandaj jemi për të interpretuar perceptimin e publikut, po për ato që na ndjekin, duhet të kuptojmë që çështja është një geostrategji e pastër, në kuptimin që ne duam të ndërtojmë një port i cili të jetë konkurrent ose të futet në konkurrencën, në fashën e konkurrencës portave të mëdha, që Zalosha me drejtë e tha, ai i Barit, i Selanikut, i Pireut, ku lëvizin interesat të mëdha. Dhe janë korridoret të cilët lëvizin madhra dhe janë urlise mes shumë rajoneve të mëdha. Dhe në këtë kuptim është logjikshme që një vend si ne, pa një lobim të fortë në mbështetje, të kemi të vështirë që të mund të ndërtojmë këtë port i cili të jetë konkurrues dhe të rrezikojë apo të cënoj interesat e këtyre porteve. Kështu që në këtë kuptim, çdo logjike e shprehur nga kryeministri Rama, si një profesor si i vendit vogël, duhet të marrë si emergjën për shkak se njerëzit duhet të kuptojnë që lëvizet për interesat të mëdha. Dhe këto interesat të mëdha, me peshën që kemi ne,
dhe me rolin dhe me networkun që kemi ne, e kemi të vështirë të përballemi me interesin që kemi përballë Barin, Italinë, anash kemi Greqinë, edhe siç e tha dhe Zaloshi që futen dhe interes ekonomike që janë ato ruse. Në këtë kuptim, konkurenca, rrotat në përkëmbë janë të logjikshme dhe janë pashmangshme. Në gjatë rrotat në përkëmbë, kam përshtypjen që i referohet edhe diçka tjetër. Ka i kontekst çështja e Porto Romanos, pasi është një tender i cili nuk është kryer, është një tender i pakryer. Po. Në cilin, sipas informacioneve që ne kemi, SPAK-u ka ndërhyrë dhe ka marrë dokumentat 3 apo 4 muaj më herët. Pra, ka marrë dokumentat të një tender i cili nuk ka ndodhur. Gjë që është në vetvete një risi juridike, pra ti mund të hetosh një tender i cili ka ndodhur, por një tender i cili nuk ka ndodhur. Dhe kemi edhe një kompani e cila është tërhequr dhe është larguar. Kjo sepse nga opozita opozua se ajo ishte një kompani që kishte interesa ruse nga pas. Beko, ne e dim shumë mirë që këtu kompanitë ruse nuk futen dot dhe po të duan, pasi vëmendja është kaq e madhe, sidomos nga Shtetet e Bashkuara, saqë një gjë tjetër është në kufitet pamundur. Pra nëse dikush çmendet dhe e bën këtë, përveç shtjerave penalisht që do dënohet, mendërisht duhet të jetë dhe i çmendur që ta bëjë. Mendoj unë. Pra, dhe mendoj që mesazhi i Ramës në fjalitë e tij nuk ishte për këto forca, atë ishte për ato që ai tha i kanë mundësuar këtyre forcave të realizojnë për momentin qëllimin e tyre. Dhe mesazhi ishte te drejtësia. Po, mendoj që kjo marrja e dosjes përpara se sa të bëhet tenderi, nga drejtësia mund të ketë 2 efekte që janë brenda ato që quhen kundërshti në dialektikën historike, që është si e mira dhe e keqja, që do të thotë, duke marrë më parë dosjen, ndoshta ka bërë që të tërhiqet, siç është tërhequr, ndonjë kompani e cila nuk Po, ndërkohë tenderi mbikëqyrë nga kompania më e madhe holandeze që merret vetëm me këtë punë. Dhe sigurisht në filtrin e amerikanëve. Këtu mund të ketë prodhuar efektin e keq ose negativ, që është ngutur duke marrë përpara se sa të kryhet tenderi, sepse ka demoralizuar kompanitë cilat se kompania ka dhënë diçka nëse që po ikin unë edhe se nuk është se në Shqipëri po dynden kompanitë e mëdha të këtij profili botror. Bëhet fjalë për 400 milionë euro, të cilët do vinë të dynden aty dhe ti do të ke luksin për të zgjedhur midis tyre. Këto janë kompanitë të rralla, rasti më i mirë është që të numërohet e plot njëra dorë, domethënë me numrin e kompanive që të marrin pjesë. Por kam përshtypjen që lajmet lokale këtu prodhohen edhe për interesa lokale. Çfarë do të thotë? Po, e vërteta është ama që tenderi u... Po, më lef ta them këtë gjë. Porto Romano mund të fillojë nga pika A në pikën Zh, në atë perimetrin, në atë gjeografinë e vet, por ne nuk e dim eksaktësisht se ku qëndron Porto Romano, domethënë midis këtyre pikave, se nuk e kemi hartën përpara që ta shikojmë. Kështu që ndonjëri që ka pasur interesa aty, e Porto Romano. Ne dim kush i ka tokat në Porto Romano. Po pra, ndonjë që kanë pasur interesat atje dhe nuk i vjen afër porti ose nuk e prek atje ku i shkojnë interesat e tij. Natyrisht që do të prodhoj dhe lajme me të vërteta apo të pavërteta me këtë çështje. Unë do thoya këtë gjë që jo pa qëllime ngrita si analizë faktin që Porto Romano është një investim geostrategjik, i cili nuk është vetëm dhe vendimarrje e shtetit shqiptar. Është një vendimarrje e konsoliduar dhe e peshuar mirë me partnerët, të cilët kanë interesat e tyre që kjo gjë të ndodhë. Por, kjo vendimarrje, siç e thash, nuk është një vendimarrje e cila kalon pa influencë apo pa ndikim nga konkurrentët të cilët nuk e duan këtë gjë të ndodhë, sepse nuk duan të lëviz hapësira e tyre e zotruar dhe kontrolluar deri tani. Dhe në të tilla raste ku ti nuk je i vetëm vendimmarrës, për shkak të rëndësisë që ka strategjik investimi që ti bën, shpesh edhe investimi nuk bëhet mbi bazën e një gare konkurrente, por është mbi bazën e një investitori të paracaktuar. Për shkak se nuk e ke luksin ti, siç e tha dhe Beko me të drejtë, të shpallësh një garë ndërkombëtare dhe të thithësh operatorët më të mirë që janë në tregje ndërkombëtare, pavarësisht se investimi, siç e tha dhe me ju, është në
shuma kolosale dhe e tërheq interesin e kompanive që të përfshihen këtu, por është vendimare geostrategjike, ku palët që të mbështesin duan të lëvizin edhe interesat e tyre dhe kompanive që ato mbështesin. Gjëja duhet thënë si që është. Vetëm një saktësim, porti Durrësit këtu ka qenë pothuajse në të gjitha perandorit, le të nisemi të paktën që nga Roma e lashtë, që ne kemi të dhëna, ka qenë një port i një rëndësie të veçantë në rajon. Edhe pse përballë ka pasur porte më autoritare, le të themi më të zhvilluara, më strategjike, që kanë qenë në Itali apo rreth në rajonin tonë, që me Kroacinë, Greqia e kështu me radhë, Durrësi ka qenë atje dhe ka qenë një port i rëndësishëm, pavarësisht perandorive që kanë qenë korrenteve, si kanë ardhur ato e tjera, ai ka qenë aty zhvilluar dhe nuk është asimiluar. Të mos harrojmë një fakt tjetër, që kemi pasur porte jashtëzakonisht shumë të rëndësishme në momentet caktuara të historisë evropiane, të cilat kanë krijuar dhe qytete për shkak të porteve, dhe më pas e kanë humbur vlerën e tyre dhe janë zhdukur. Përkundrazi, porti Durrësit nuk e ka humbur këtë rëndësi gjeostrategjike. Po pikërisht pra se në tjera është edhe ajo që thuhet ndërtuar korridori 8 me korridorin 10, pra është pozitave gjeografikë. Ne nuk kemi shfrytzuar këtë mundësi aq sa duhet. Pra kur them ne, Shqipëria nuk është dhe e thjeshtë. Je një vend i vogël me pak influencë, me pak network, me pak nuk është e thjeshtë. Ne kemi qytete kemi pasur qytete bregdetare në historinë tonë. Nuk është e thjeshtë. Qytetet tona që kemi në historinë tonë janë Berati, Gjirokastra, që kanë ngelur, na kanë ardhur si trashëgimi e perandorisë, dhe ato vinë me orientim oriental dhe jo në det. Qytetet që kemi pasur në det kanë qenë qytetërime të hershme,